10 vjet I kemi martesë, kur s'ka problemi s'kena pasur, gjithmonë e kena kalu mirë. Unë jam liberal njeri. Unë kam qef më përpara me vdekje se shoqja. Në jetën time kam plotsuar, kam kryer këto obligimet e jetës. Çka po vim tjetër? Dytë, komunisht në kohë për kohë shumë shkurt, ti s'mund të realizuar ato qëllime, ato plane që ke në jetë. Sakrifica më e madhe për gruan time është që thotë mirë për kalon. Kete bashortën tiki. Unë do të shkoj para kamerës. Po, jo më po s'ka problem se na jashtë jetojnë pa problem, po. Ai buri shtirë kështu? Jo më absolut hiç. Jam që thonë jam liberal njeri. Liberal. Po. Ai ki prish na herë bashortës? Kur hiç. Edhe kur s'ja prishi. Ata ka prish aty na herë? Absolutikisht jo. Që 30 vjet I kemi martesë, kur s'ka problemi s'kena pasur, gjithmonë e kena kalu mirë. Ai që thonë në jetë kena, duhet me kalu mirë me shoqe. Elhamdulillah Zotit kemi familjen e mirë, kemi 3 djalë, kemi 2 reja, I kam 2 nipa në mes. Jam jashtëzakonisht I kënaqur me gjithë familjen. Edhe një grup për çef. Për çefi, po absolutisht. Ata burra që bashortët dhe thënë jo tesë, martohen, çfarë mendimi ke? A do të prap ti kanë marrë për thënë. Po vallahi tash të në çelët, inshallah s'u provon Zoti se sa na se jo, unë për veti ja. Për shkak se që thonë jam I lumtur me gruan që kam. Inshallah jap Zoti ymer me vjet edhe kur ato se kisha bëu. Ase që thonë në jetën time kam plotsuar, kam kryer këto obligimet e jetës. Çka po vim tjetër? Ajo është absurde, është vetë që thonë njëri mi qit vese të lashe veti. A mund me tash si gruan e parë, gruan e dytë, dikush kur mban. Shans ka më hiç. Ti me llogaritë ti jeta është në evolucion. Tash ti ke bëu do të etapat jetës, me gruan tonë ke bëu do sanë, ke kryer do sanë, ke mrrit do sanë. Tash ti me gruan dytë, komunisht në kohë për kohë shumë shkurt, ti s'mund të realizuar ato qëllime, ato plane që ke në jetë. Me gruan time kam bëu krete, kam ndërtuar piramidën e jetës time. Piramidën e jetës, çu që ndërtuar tregova se shumë kurioz janë. Po e kam ndërtuar se jam kanë në lumtë mas pari. Me gruan time kena shku jashtë, jetojmë që 30 vjet jashtë. Me punë kena bëu gjitha. Kena mrrit tana, që kena pa qëllim. Nuk kena marrën fjalët e hallkut thashë thamet, po ju kena drejtu punës, që thojnë edhe e kena mrrit tana, sa dhe elhamdulillah Zoti kena. Jetën e kena ndërtuar jashtë, kemi ndërtuar jetën këtu në Kosovë. Vim shpesh në Kosovë, kemi mall për vendlindjet tana. Sakrifica më e madhe që ke bëu për gruan tonë, cila ka qenë? Sakrifica më e madhe për gruan time është që thonë 30.000 ja kom dhuruar. 3 djalë të mirë, që thonë ajo është sakrifica më e madhe, më mërmendja për mua utan, që kemi një familje që shëndoshë kena. Kom bëu gjithçka për gruan time, se tash ato mirat materiale s'mund mi përmenden, se ato çdo kush mund të më asije. Po shëndetin që kena ato na se çka. Që ai shkon gjendje për bashortët tonë me bëj. Vallahi gjithçka. Pasha Zotin gjithçka. Çato më lypet në jetë kisha bëu për shoqin tim. Inshallah që thojnë utan dhe momentin që ashtë të na I kena realizuar me dëshirën janë tjetër, po çato më lypet në jetë jam gjendje me bëu vetë. A kishon lak çojtë edhe jetën me dhënë për ta. Po vallahi, po pasha Zotin. S'm dhimbet hiç edhe bile me të kallzuar realitetin. Unë kam qef më përpara me vdekje se shoqja. Se s'kam qef me lanën për shembull këtë se gruaja si gruash pak më ndryshe është me metën pa burr. Ka të tjera, ka obligime, ka të lashe, ka ase. Kam qef që thonë me jetu e s'pashkut deri sa ta ka dhënë Zoti ymer, jetë gjatë. Falënderes më shumë se A vëshë çfarë burri, është pak 1 minutë. A vëshë edhe burra din me dash, me dashuru pa kusht. Po mëre. Shumë i grave nuk din me dashuru. Ja. Din burrat edhe shumë bilem. Varësisht krejt edhe pak. Që thonë në çfarë rrethi rritën, çfarë përgatitje intelekti kije, këtë vartë. Shkolla pak, çfarë thonë aseve shkolla të bën shumë edhe njëri. Se s'kish pak edhe shkollë, autan, nuk mush me konceptu edhe që thojnë jetën si program që duhet me kanën. Se që të ashtë e shë vetë në çfarë kushtet të qas po një njeri, qas po ase. Ato këtë e bojnë kushtet që thojnë të fështirat jetës, po edhe pregaditja. Unë e peshok pak e shkuptimeve që këto për shambull, unë vjen shpesh rastin me ardhen. Këto e në vend se me kapën lapsin, autan, që është prioritet i jetës, se me laps u bo civilizimi. Këto prioritetet asi e këtan thashe thamet edhe vrasjet e këto keqpërdorimet, maltretimet ndaj grus,
Këto janë sanet që janë kanën që thojnë kuën e primitivizmit, janë kuën sot që i përjetojmë. Se kjo dhunë e madhe ndaj grave sot, shumë të Kosovë. Valla në qëre vetëm që njerëzit e kanë vështërsi ekonomike, mos habet. Vështërsitë ekonomike i binë njerëzit në këtë gjendje. Shqyquan me dy fjallë të burra, që ushtojnë në dhunë, i mbysin gratë. Valla për mu janë këta kriminalat më të mëdhej që ekzistojnë. Kriminala janë këta. Për shkak se nuk dinë me çmu e faktorin njeri që është vlera më e madhe në civilizim. Përderisa në perëndim shtaza pa marrë parasysh respektohet edhe çmuhet si vlerë, këtu e faktori njeri është në zero. Është mekat, është mjerim është, a kupton? Po njerëzit nuk e konceptojnë që thonë sa duhet, çu duhet me kanë. Se normal që ta imponon jeta, vështirësitë ekonomike, telashet, problemet, këtë shtrajtimi, inflacioni i madh. Po duhet me durim gjithçka. Me durim i mrit gjitha në jetë. Apo një mesazh gjithë çifteve, të lutur se person shumë që jetoni e kënaqshno jetoni në harmoni, sa ju ka dhënë Zoti ymër se jeta e njerit është e shkurtë. Lojmë veprat mira për gjeneratat e ardhshme, edhe që thoi nesër mas nesër kur përmendet emri dikojna me patën një vlerë me thonë valla ka qenë njeri tamam që do të se jo me lanë veprat këqija edhe me gjeneratat që vinë pas neve me pat pasoja.